Dhe më ka ba shumë u çudit një rast në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Pasi që pejgamberi ka ba hijretin, ka shku në Medinë, më herët kanë shku disa njerëz në Habeshe, në Etiopinë e sotshme. Dhe kur kanë ardhur ata prej Habeshes, pejgamberi alayhi salatu vesselam po ju thot: "A më tregoni se çysh ishte gjendja jeta në Habeshe, në Etiopi?" Po i thonë të pranishmit shokët e tij, thonë: "Ja Rasulullah, çka e kemi pa një rast të intereson që ende sot para syve kemi." Po i thonë: "Cili është ai rast?" Thot: "Një plak e shtym në mosh, shumë e vjetër, e lodh, e raskapitur, e mërzitur. O doke që s'është askush prej familjes time ndihmu, e kishte një enë prej dheut, që i kemi thanë si kalanice madhe, e kishte qitë në bes 2 krahve të saj, e kishte mush me ujë, edhe e barte prej një vendit me shku me qute shtëpia e saj në vend tjetër. Ka arë një djali i ri, një djali i rritshëm, i fuqishëm, edhe e ka shty prej mrapa këtë plaken, e ka rëdzu edhe atë enën prej dheut ja ka thy, edhe ujtë ja ka dirë. Kjo gruja nuk ka mujtë se plak me uqun kam, është cilë në anën e djahë. Po i thot: "O djallë, o zullumqar, o ti që Allahun Dhul Gjelal që ke besu, edhe ati si jetu ju friksu, unë jem shumë e dëvë, edhe jem e lodhë, edhe jem e mërzitshme, edhe s'kam krah, ty këtë gjesme ta këthy, po dije që është një ditë, që quhet Yaumul Qiyame, dita kur dalën para Zotit, nuk ka mundësi që ky rast me kalu pa dhënë llogari para Zotit Dhul Gjelal, edhe pa e marrën në hakun tem para Allahu Gjeleshanu." E tash i ka thonë: "Ec, tash je i lirë." Thot pejgamberi alayhis salam, thot: "Vallahi nuk ka moment që ke bani gjuna, edhe ke bani zullum, që në familje, që në shoqni, që në punë, që në rrugë, që Allahu Dhul Gjelal nuk mja kthy hakun tjetrit kur dalën para Zotit Gjeleshanu. Po neve si njerëz na ngutet, Allahit nuk i ngutet. Allahit nuk i ngutet, po nuk harron edhe veprimet e Allahut Dhul Gjelal kanë me shku në vend. Edhe fjalët e tij kanë me shku në vend, sepse Allahu Dhul Gjelal na ka premtuar që secili njeri hakun e vet ka me marr.